Përshëndetje shikues të dashur. Sot do të trajtojmë një temë që ndikon në jetën e shumë njerëzve. Do të flasim për sëmundjet reumatike. Me ne është doktor Besim Demolli, reumatolog, i cili do të njoftoj për simptomat, trajtimet më të fundit dhe këshillat më të dobishme për ata që mund të vuajnë nga sëmundje të tilla si artriti dhe sëmundje tjera reumatike. Gjatë 40 minutave në VM mund të merrni informacione të vlefshme që lidhen me këto sëmundje. E para se të nisim bisedën në studio, falenderojmë sponsorin e podcastit Shëndetin Rëndpar, Mucha Solar. Doktor, faleminderit që je sot me ne për të folur për një lloj sëmundjeve që e përmendim shpesh, e njohim shpesh. Ju faleminderit për ftesën, çdo herë i kënaqur në ato raste kur jam në gjendje të promovoj kujdesin e sëmundjeve reumatike dhe rolin të reumatologut në përgjithësi. Doktor, pe nisim pikërisht me këtë, çka janë sëmundjet reumatike që bukur shpesh e dëgjojmë. Sëmundjet reumatike janë një grup jashtëzakonisht i madh i sëmundjeve që ne në një ombrell i quajmë si reuma, që numri i këtyre sëmundjeve e te kalon mbi 200 sosh, që ato mund të ndahet në grupacione të ndryshme. Zakonisht ne i ndajmë në disa grupe: sëmundje autoinflamatore, sëmundjet inflamatore, sëmundjet degenerative, metabolike, rreth artikulare, dhe një grup më i rrallë janë sëmundjet e rralla reumatike. Çka i shkakton sëmundjet reumatike, doktor? Sëmundjet reumatike shpeshherë nuk kanë shkak. Sëmundjet reumatike e kanë cak sistemin artikular, duke përfshirë ligamentet, duke përfshirë nyjen në përgjithësi, tetivat, kuckat, po pa përjashtuar që lokalizimi nuk do të jetë vetëm në nyje, sepse një grup i sëmundje që ne i thujmë sistemike, gjithë përfshtirëse, ato kanë cak me atakuar organe tjera. Sikur ta dinim shkakun, do të ishte lehtë trajtimi i këtyre sëmundjeve, por me që shpesher nuk e dim shkakun, është sfidues shpesher diagnostikimi, por gjithashtu është sfidues nga njëherë edhe trajtimi. Shkaktarët dyshues janë të shumt, duke dyshuar në predispozitën e antarëve apo gjenetiken, duke dyshuar në moshën, faktorët ndoshta ambiental, alkooli, duhani, toksinat e ndryshme, shpesher natyra infektive, por një pjesë e madhe mbesin ende të pa diagnostikuar dhe gjithherë në fazët e dyshimeve të ndryshme. Një shpesh herë në disa sëmundje dyshohet se infeksionet e gingivave të dhëmbëve dinë me qenë provokator, por me që nuk kemi një besueshmëri jashtëzakonisht 1% të madhe, nuk mund të themi që 100% është ky shkaktari. Doktor, sëmundjet reumatike para se të shfaqen, mund të japin simptoma disa vite më parë në mënyrë që të kemi nën kontroll ose nën menaxhim këtë pjesë? Sëmundjet reumatike në bazë të shfaqjeve klinike ne do t'i ndajmë në 3 faza. Faza akute, kur kjo do të ndodhë 6 javë të para. Faza subakute 6 javë deri në 3 muaj dhe faza kronike mbi 3 muaj. Një pjesë e madhe e sëmundjeve reumatike mund të fillojnë gradualisht dhe të diagnostikohen vonë për shkak të manifestimeve të vogla klinike, nganjëherë edhe për shkak të neglizhencës, qoftë të pacientit, qoftë të profesionit shëndetësor në drejtim të referimeve të drejta, por shumica e sëmundjeve reumatike janë sëmundje kronike. Sëmundje kronike. Cilat janë simptomat kur një pacient dyshon se ka sëmundje kronike dhe vjen i kontrollit? Po cilat janë ato simptomat e përgjithshme që identifikojnë? Çdo problem që neve na lidhet me nyje, në kuptim të dhimbjes së nyjes, të shoqëruara ose jo me ënjte, të shoqëruara ose jo me shtangime mëngjesore, na bën të dyshojmë për ndonjë problem reumatik, por problemet tona nuk e kanë sisteme vetëm prekjen e nyjeve dhe për këtë arsye ato mund të manifestohet edhe për shembull dhimbje e qafës, dhimbje e fundshpinës janë objekt i studimit të reumatologjisë, por gjithashtu duhet të fokusohemi edhe tek ndryshimet lëkurore, qoftë format e lupus të eritematoz sistemik, kur lëkura jonë e fytyrës ka një ndjeshmëri jashtëzakonisht më të madhe të ndaj diellit se sa pjesa tjetër e trupit, dhe shpesh mund të bëjë një fenomen i flutrës, do të thotë një skuqje që atakon mollzat e faqeve dhe shtreshat edhe hundës. Por gjithashtu ankesat e tjera janë edhe ankesat në kuptim të sindromit Sjögren, tharje gojës, që shpesher mund të manifestohet mbrojtjen e pushtrave nëpër gojë, pranë infeksionit të shpeshta orale, gjithashtu mund të manifestohet si pasojë mungesës së lotit, ndjenjë e thellësisë së syrit, skuqje syrit, ndjenjë trupave të huaj në sy dhe shpesher në konform të konjunktiviteve kronike. Me që ankesat klinike të sëmundjeve reumatike janë të shumta, atëherë do të planifikohet në të ardhmen të flasim sëmundje për sëmundje veç e veç në atë mënyrë që të bëjmë promovim më të përgjithësuar. Doktor, mund të ketë ndonjë lidhje mes sëmundjeve reumatike dhe faktorëve tjerë, po supozoj ndonjë dietë, stresi, a mund të ketë ndonjë lidhje? Shpeshherë sëmundjet tona kanë një predispozitë edhe në kuadër të
ngarkesave tona psiqike në kuptim të ankthit, në kuptim të depresionit, në kuptim të stresit. Tonë të drejtën tek smundjet tona me që janë smundje kronike, nganjëherë këto ankesa, stresi, ankthi, depresioni mund të jetë ndytësor, por ka raste kur për shembull te format e fibromialgjive, stresi, ankthi, depresionit, keq trajtimet në të kaluarën, bulizimet e ndryshme dinë me qenë shkaktar të shfaqjeve klinike të shembull të fibromialgjisë dhe embje të gjeneralizuar të tërë trupit. Sa është e rëndësishme një diagnozë e hershme për këto sëmundje, ose a mund edhe të parandalohen apo jo? Sëmundjet reumatike në qoftë se diagnostikohen me kohë, din të ta stopojmë apo mund ta stopojmë zhvillimin e sëmundjeve sepse ndryshimet zakonisht janë ndryshime të pakthyeshme. Për këtë arsye promovimi shëndetësor në kuptim të diagnostikimeve të hershme është çelësi i çdo diagnoze apo çelësi i çdo trajtimi sepse në qoftë se ne kemi diagnostikuar probleme do të thotë që aty e tutje problemi nuk duhet të vazhdoj, në qoftë se nuk mund ta përmirësojmë atë që ka ndodhur. Prandaj diagnostikimi i hershëm është i domosdoshëm dhe për këtë arsye ne duhet të bëjmë sa më tepër promovim të shëndetit të ndaj sëmundjeve reumatike në atë mënyrë që shkalla më e madhe përfitime do të jetë e pacientit. Doktor, si një doktor me përvojë dhe pacienta kësaj fushë, po dua ta di, a ka mite ose cilat janë ato mite që kryesisht i hasni gjatë trajtimit të pacientëve? Po supozoj shpeshherë na dëgjojmë që mund të ketë ndoshta edhe bazë shkencore që lagështia në ambient kuri mund të provokojë sëmundje traumatike. Mitet më të shpeshtë që ne takojmë në praktikën tonë klinike është reuma atakon vetëm të moshuarët, që është met realisht sëmundjet reumatike nuk dallojnë moshë, nuk dallojnë gjini, nuk dallojnë racë. Ato mund të atakojnë fëmijët, mund të atakojnë të rritur gjithashtu edhe pleshët, dhe për këtë arsye sëmundjet reumatike mund të si juvenile, adulte dhe formave senile. Miti tjetër kanjëherë është si pasojë e kontaktit me lagështi, me të ftohtë, është provokuar në një farë mënyrë sëmundje reumatike, që edhe kjo është mit që nuk është e vërtetë. Por gjithashtu një mit tjetër është se edhe trajtimi alternativ është çelësi sukses sëmundje reumatike, edhe kjo është mit, sepse nuk kemi të dhëna bindëse që sëmundjet reumatike mund të trajtohen vetëm përmes mjekimeve alternative. Doktor, qëndrimi ulën kohë gjatë, sidomos tash periudhat e fundit, domethënë personat që qëndrojnë gjatë në kompjuter ulur, ndikon kjo këto sëmundje? A i vështirëson? Përderisa sëmundjet më të atakuar në të kaluarën dhe tash janë format e osteoartriteve, për shembull në të kaluarën format e osteoartriteve zakonisht kanë atakuar personat mbi moshën 50-60 vjet, por tash për shkak të pasivitetit, për shkak të jetës sonë sedentare, për shkak të qëndrimit të drejtë mes neve, karrikës apo edhe kompjuterit apo tavolinës tonë të punës, janë të shprehur jashtëzakonisht shumë format e osteoartriteve të qafës. Pra në qoftë se ndryshimet janë të lokalizuar në qafë që ne do t'i poentojmë si prekje segment të sipërmit të qafës, unaza parë, 2, 3 zakonisht manifestohet me kuptim të ankesave dhimbje koke, kokëdhimbje pra, është marramendje, ushtim në vesh, nganjëherë edhe çrregullimi në të ecur dhe në drejtpeshim. Pra, në qoftë se fokusohemi në problemet në nivel të unazës 4, 5, 6 që ne e quajmë segmenti i poshtëm cervikal, dhimbjet janë të lokalizuar në qafë me shpërndajen të njërës apo dy dorë në kuptim të dhimbjes, mpimjeve apo të djegjeve. Por gjithashtu dhimbjet e fund shpinës duhet patur kujdes, t'i kushtojmë shumë rëndësi pozicionit në mes tavolinës, karrikës dhe gjithashtu edhe mjetet që ne kemi përpara, kompjuterit apo diçka tjetër, në atë mënyrë që shëndeti i shtyllës kurorëzore të jetë i mirë menaxhueshëm, por gjithashtu nëse ne jemi të varur pra në një jetë sedentare, atëherë në smartphone-et tanë të bëjmë një alarm çdo gjysmë ore, 40 minuta të bëjmë një lëvizje sa 2-3 minuta, në atë mënyrë që mos të jemi shumë të varur nga format e karrikave tona. Në këtë relacion, po dua ta di, si mund të dallojmë, po supozoj një person që qëndron të ulur para kompjuterit me vitet tona, natyrisht se do të filloj të ndjej pak pasojat e asaj. Mirë, po si mund të arrijmë ta bëjmë një dallim mes problemeve që na i shkakton qëndrimi ulun dhe sëmundjeve reumatike? Në këtë pjesë çdo dhimbje fund shpinës është reumatike. Në këtë pjesë neve na duhet me i bë dy dallime në mes të sëmundjeve inflamatore të shtyllës kurrizore dhe në mes sëmundjeve degenerative. Sëmundjet degenerative pra është osteoartriti, problemet me disqe, ndërsa sëmundjet inflamatore janë sëmundje që manifestojnë me inflamacion, me ndezje për flakët e tërë shtyllës kurrizore. Dhe në këtë rast zakonisht dhimbjet kryesisht janë në gjendje të pasivitetit fizik kur flasim për dhimbjet inflamatore. Kur jem ulur kem dhimbje. Kur lëvizim letësohet dhimbja, por e kundërta ndodhet te sëmundjet degenerative kur dhimbjen do të kemi në kuadër të aktivitetit të ndryshme, por në kuadër të qëndrimit ulur. Doktor, më herët e përmendë mitet rreth asaj që më shumë atakohen gratë ose burrat. Në periudhën e fundit, domethënë, a ka raste kur edhe trit janë më shumë duke
pasur probleme me të tilla sëmundje ose sëmundje traumatike janë më karakteristike te burrat apo te gratë? Në varet prej llojit të sëmundjeve, kur kapemi të sëmundjet autoinflamatore, që në këtë grup do të fusim artritën reumatoid, lupus eritematoz sistemik, sindromin Sjögren, sëmundjet përzierje të pa diferencuar të indit lidhor, gjinia femërore është më e atakuar, më rrallë është e atakuar gjinia mashkullore, por në ato raste kur është e atakuar sëmundja ditë me qenë më agresive për shkak të statusit hormonal që dallon në mes të gjinisë femërore dhe gjinisë mashkullore, kur jem sëmundje inflamatore të shtyllës kurrizore në kuptim të sëmundjes Bechterew më të atakuar në meshkujt, apo në formë të artriteve urike më të atakuar meshkujt, kur jem të format e osteoporozës përsëri më të atakuar femra sa meshkujt. Tash dua të hym pak më në detaje lidhur me sëmundjet. A na shpjegon pak më gjithsesi ç'është artriti reumatoid, të cilën shumë shpesh e dëgjojmë? Artriti reumatoid është sëmundje inflamatore. Esa manifestohet me ndezje, me përflakje, me ajtje të nyjeve, kryesisht të nyje të vogla të gishtërënjve, pa përjashtuar edhe nyje të mëdha. Caku i prekjes së format të artrit në i them nyjet proksimale interpalingale dhe nyjet metakarpale palingale, po pa përjashtuar prekje nyjes së gjunit, kyçit poshtë apo të supet apo të bryllit. Një sëmundje që nuk e ka cak vetëm nyjet, po i ka cak edhe organe të tjera. Pra artriti reumatoid e prek membranën e muskujve, pra synoviumin, për dallim nga forma e osteoartritit do të sqarohet më vonë në kuptim të formës së indit kërcor të prekur. Sëmundja të reumatike, pra respektivisht artriti reumatoid e prek edhe indin tronor, i prek syt, e prek traktin tretës, e prek mëlçin, e prek mushkënit, i prek zorën, zemrën, i prek anë të gjakut, pra të gjithë përfshirë, se sa më herët diagnostikohet problemi, aq më herët do të parandalohet komplikime që mund të jenë begi sfiduese. Thënë të drejtë, në të kalumen kemi pasur aq shumë komplikime si pasojë e artritit reumatoid, po fal evoluimeve shkencore dhe terapive të reja inovative, jashtëzakonisht është stopuar zhvillimi i sëmundjes dhe tani numri i komplikimeve çdo ditë e më tepër shkon duke u zvogëluar. Cilat janë simptomat që jap kjo sëmundje dhe pse shkaktohet, doktor? Artriti reumatoid manifestohet me ëjtje të gishtrinjve të durve, me shtangime mëngjesore, ku këto shtangime e tejkalojnë gjysmë ore. Gjithashtu me kalimin e kohës mund të manifestohet edhe kufizim në lëvizje të ekstremiteve, krahas tyre mund të jetë lodhja, plagështia, djersitja durve, në raste të caktuar edhe temperatura. Sëmundje me shkak të panjohur, edhe kjo është sëmundje autoimune, me shkaqe të dyshimta gjenetike, ndotësit ambiental, duhani, alkooli, por ende me shkak të paditur. Doktor, si menaxhohet kjo, si trajtohet? Fillimisht orientimi i drejtë, qoftë në nivel të kujdesit primar shëndetësor apo në kujdesit dytësor apo tretësor shëndetësor, në kuptim të kërkimit të mjekut përkas specialist reumatolog, është obligimi më i rëndësishëm se me anë të një bashkë bisedimi ne e bëjmë edhe orientimin në kuptim të diagnostikimit, sepse nëse një pacient na referon se ka dhimbje të nyjeve të vogla, ëjtje, shtangime mëngjesore, këto kanë kohë zgjatje më tepër se në gjysmë ore, ne do të futem në kuptim të ekzaminimeve laboratorike në kuptim të sedimentit CRP-s, me që rast mund nëse kemi një kronicitet më tepër se 6 javë, nëse kemi sediment në CRP të lartë, nëse kemi manifestime klinike, gjithashtu kërkojmë edhe faktorin reumatoid dhe një antitrup më specifik që anticitrullin ciklin peptida, atëherë ne kemi dalur në pas të diagnozës së sëmundjes dhe në të njëjtin kohë ne do të fillojmë trajtimin, me që trajtimet e kësaj sëmundje janë të shumta fillimisht, planifikohen me dhënë antiinflamatorë ose barna që përdor edhe me nardhimten, po njëjtin kohë inflamacion, janë antiinflamatorë steroid, janë kortikosteroid, janë antiinflamatorë të fortë, dhe më pastaj ti shohim cilën për nga barnat modifikuese të zgjedhim, apo zgjedhim bar modifikues forme sintetike, gjysmë sintetike apo dhe biologjike si opsioni më i mirë i trajtimit në kuptim të lokalizimit të problemit dhe në kuptim të parandalimit të komplikimeve të mundshme të ardhmen. Këto barna, doktor, a jepen për një periudhë caktuar kohore, po supozoj, apo duhet të jetë një person që ka këtë sëmundje ta përdorë? Nuk do të thotë që çdo sëmundje reumatike do të jetë e përjetshme. Thënë të drejtën, një pjesë e madhe do të mbesin në përjetësi, por një pjesë më e vogël raste din të binë ne i thonë në gjendje remisioni, në gjendje të gjumit, dhe për këtë arsye nëse bëjmë një observim apo një trajtim të rregullt dhe monitorim të rregullt, ndonjëherë vjen ajo momenti kur duhet shku duke reduktuar terapinë, duke e marrë aktivitetin e sëmundjes dhe më pas të shoh a
bën një gjë e tillë të trajtohet pa medikamente apo jo. Doktor, në dallim nga kjo, çka është artriti osteoartrit edhe na dallon pak simptoma si dalloni këto sëmundje? Osteoartriti, kur tham sëmundjet reumatike në 1200, rreth 100 janë format e artriteve. Një pjesë artrit reumatoid, osteoartrit, artrit urik, artrit reaktiv, artrit psoriatik me bollok. Osteoartriti është sëmundje e moshës. Po gjithherë manifestohet, mund gjithherë tham, është proces i pashmangshëm i jetës tonë. Herat avon do të vim në formë të osteoartritit, është forma më shpesh e artritit, kur cak e ka prekjen e indit kërcor. Indi kërcor është ai indi mbështetës nivel të nyjes që ndihmon në lubrifikimin në të njëjtën kohë dhe e parandalen forcën e fërkimit në nivel të nyjeve, dhe zakonisht te kjo pjesë me arritjen e moshës rritet mundësia të kemi format e osteoartriteve, po tash për shkak të jetës sedentare, thonë të drejtë mosha ka ra. Faktorë që dinë të ndikojnë të kjo faktor gjenetik ditë të jetë shkak. Gjithashtu nëse dyshojmë në format e osteoartritit të nyje të gjurit kërdhoklave, gjithashtu është pesha, një peshë shkaktarëve më të mëdhenj. Në qoftë se kemi një osteoartrit të gjujve dhe ne kemi një peshë mbi normal në formë të obezitetit, çdo kilogram i peshës ton i bën nyjes ton peshon një familje si 4 deri në 6 kg. Të supozojmë se një pacient ka 10 kg mbi peshës mbi normale, i bën si t'ia ngarkojmë 50 deri në 60 kg mbi nyjet tona. Atër pesha shumë e rëndësishme në menaxhimin e formës osteoartriteve. Aktiviteti fizik është i domosdoshëm. Sa më shumë bëjmë aktivitet fizik në formë terapie fizikale apo në formë fitnesseve ndryshme apo në formë të ecjeve ndryshme, aq më i fortë do të jetë muskuli jon dhe aq më pak do të ndodhen dëmtimet e nyjeve. Sepse sa më tepër bëjmë aktivitet fizik, gjasat tonë për të futur në atë kaskadën jetë sedentare, obezitet, pasivitet janë jashtëzakonisht të mëdha. Prandaj aktiviteti fizik është domosdoshëm në formën e osteoartriteve. Doktor, këtë relacion e përmendet që kjo është një sëmundje e moshës. Çka mund të bëjmë paraprakisht, para se të arrijmë një moshën e caktuar që të evitojmë problemet e tilla? Çka e ndihmon? Hapi i parë në këtë pjesë është ushqimi i shëndetshëm, duke jetuar në një jetë me ushqime të shëndetshme, gjasat që ne të shtojmë peshë janë jashtëzakonisht të vogla. Duke bërë aktivitet fizik që masa muskulore të ruhet, janë këto të domosdoshme, por gjithashtu të format e osteoartriteve harum të theksojmë se gjithashtu disa janë të çrregullimit të lindë në kohë të ecjes brenda apo ecjes jashtë, që këta person janë më të predispozuar të krijojnë format e osteoartriteve më të hershme. Gjithashtu lëndimet në të kaluamën edhe pa qenë moshë të shtyrë. Patjetër se po. Doktor, flasim pak më gjithësisht për osteoporozën, a na tregon cilat janë simptomat që shkaktohet? Është sëmundje metabolike, thuaj ndër sëmundjet më të shpeshta metabolike, e cila manifestohet me rrallim të strukturës kockore, rritje të fragilitetit dhe rritje të mundësisë së thymjeve. Osteoporoza, thënë të drejtën, është sëmundje pa shfaqje klinike dhe ne shpesh në literaturë gjejmë si hajdut të heshtur, sepse ankesat klinike kryesisht shfaqen në ato raste kur pacienti ka pasur ndonjë thymje. Në bazë të statistika mbi moshën 65 vjet, në çdo 5 femra, 3 femra pësojnë thymje si pasojë e osteoporozës dhe mbi moshën 70 në çdo 5 meshkuj një mashkull. Çfarë do të thotë se është screeningu, parandalimi është obligativisht i domosdoshëm në kuptim të ruajtjes së shëndetit të kockave. Dhe ky screening kryesisht do të ishte mirë të bëhej në kuptim të promovimit të matjeve osteodensitometrike, kur tek matjet osteodensitometrike rekomandimet absolute janë që matjet e kockave, forcisë e kockave të bëhet te çdo person mbi moshën 65 vjet femna, te çdo mashkull mbi moshën 70 vjet, e rekomandueshme është të çdo femër mbi moshë mbas moshës menopauzës të bëjë një screening, në atë mënyrë që të bëjmë një promovim apo një parandalim më të hershëm, të çdo femër që ju është nënshtruar ndërhyrje kirurgjikale në kuptim të heqjes së vezorëve, duhet bërë, sepse në heqjen e vezorëve ne kemi ulur mundësinë edhe të estrogenit, një hormon që eron forcën kockore. Gjithashtu të çdo femër e moshës madhore që ka një peshë më pak se 57 kg, që ne në këtë rast dyshojmë në sindrom malabsorptive, duhet bërë matjet osteodensitometrike. Gjithashtu të sëmundjet tona artrit reumatoid, spondylit ankilozan, lupus eritematoz sistemik, tek personat që janë nënshtruar hemodializave të ndryshme, tek personat që kanë sëmundje hematologjike në kuptim të mielomave multiple,
leukemive apo linfomave që ata apo dhe raste tjerë janë nënshtruar format të kemoterapive, radioterapive, të këtë gjithë personat që janë me sëmundje inflamatore të zorrëve në kuptim të sëmundjes Crohn, kolitit ulceror apo dhe celiakisë, të gjithë personat që kanë hipo apo hipertireozë dhe diabet, edhe ajo që është rëndësishme gjithashtu është sëmundje kronike obstruktive moshorore që afatgjatë janë të trajtuar me kortikosteroide. Duhet bërë matë ose destometrike sepse çdo person i cili ka përdorur më tepër se 7.5 mg kortikosteroide për një periudhë më tepër se 3 muaj e gjys është kandidat potencial për matë ose destometrike në atë mënyrë që ta parandalojmë një osteoporozë të medikamentoze ose iatrogjene. Doktor, duke lexuar lidhur me këto sëmundje traumatike, e tha edhe vetë që ishin bukur shumë të mëdha. Mirë, po megjithatë për disa nuk është se kishim dëgjuar se dëgjojmë shumë në rrethona normale. A na tregon pak për fibromialgjin, ç'është kjo? Fibromialgjia është sindroma më komplekse organike që ne shfaqim në reumatologji. Sëmundja që manifestohet me dhimbje të fijeve muskulore thuaj të tërë trupit. Këta persona zakonisht kanë lodhje, plagështi, pagjumësi, shpeshherë mund të manifestohet edhe me humbje të vetbesimin ndaj vetes, ndaj të tjerëve, me depresion, ankth, stres, një sindrom mjaft komplekse organike kur edhe në trajtimin e kësaj sëmundje gjithashtu është mirë të jetë një ekip e gjerë. Në qendër të këtyre trajtimit duhet të jetë reumatologu i ndihmuar nga psikiatri, nga psikologu, nga farmacisti klinik, nga terapisti fizikal dhe si ekip e madhe të janë dalë mbar. Fatkeqësisht në vendin tonë nuk ka shoqata të fibromialgjive, kur jashtë janë shumë aktive në kuptim të aktivitetet të ndryshme, noti, hikingi, ecje të ndryshme, të gjitha aktivitetet që cak e kanë psikoterapinë. Se nëse ne kemi bërë një trajtim psikoterapeutik, gjasa që këta pacient të kalojnë këtë formë të fibromialgjie në formë të heshtur janë zakonisht të mëdha. Nëse se nuk e bëjmë këtë, ne kemi dështuar dy hallkat, sepse vetëm shkojmë duke shtuar terapi dhe në këtë rast shpeshherë edhe pacienti është i pakënaqur me mjekun, por edhe mjeku me pacientin për shkak se asnjëri nuk janë në një vim me njëri tjetrin. A ka raste të tilla në Kosovë si reumatolog bën të diagnostifikojnë raste? Kemi mjaft raste në Kosovë, por shpesh këto raste edhe neglizhohen nga profesionistë të tjerë shëndetësor, përderisa në botën perëndimore diku rreth 7-8% e gjinisë femërore mund të jetë atakuar, rreth 4 deri në 5% e gjinisë mashkullore. Shpeshherë në të kaluar kjo nuk është njoft as si sëmundje, por në vitet e fundit është si sëmundje dhe shumë serioze dhe mjaft komplekse diagnostike, sepse nuk ka ndonjë test tipik diagnostik, zakonisht i përdoren pikat e dhimbjes, kur nga 18 relativisht 21 pika, 11 pikat e dhimbjes janë pozitive, ne po antojmë një fibromialgji, dhe nganjëherë duhet patur kujdes ta bëjmë një diagnostikim të saktë, sepse nëse pacienti ka ndonjë viroz apo ka ndonjë formë të polimiozite, nganjëherë mund të kemi një huçe diagnostike, por gjithashtu një anamnezë, një bashkëbisedim i ngadalshëm mes të pacientit dhe në mes të mjekut, duke i shfaqur të gjitha ankesat në paraprognozik shëndetësor është qendrore në kuptim të diagnozës së hershme, në kuptim të trajtimit të duhur dhe në kuptim të mirëkuptimeve të trajtimeve të ardhme. E çka shkakton doktor? A dihet? Shkaqet nuk janë të shumë, nuk janë të ditura. Gjithashtu në këtë pjesë dinë me qenë keq trajtimet familjare, bulizimet në të kaluamën, jeta e rëndë apo stili i rënd i jetesës, por gjithashtu disa persona janë edhe emocionalisht më të ndihshëm dhe këta persona që janë më të ndihshëm dinë të jenë më të kanë datë më të mundshëm të qenë për fibromialgji. A si trajtohet doktor kjo? Format e fibromialgjisë zakonisht fillimisht ipet barna kundër dhimbjes, që ka modalitete të ndryshme, por hapi tjetër që mund të manifestohet ipet edhe inhibitor të rrimarrjes së serotoninës, që fatkeqësisht realisht janë antidepresant. Gjithashtu nëse me këtë mënyrë të trajtimit që zakonisht fluoksetina, duloxetina janë opsione më të rekomandueshme, atëherë duhet, nëse këto nuk janë efektive, gjithashtu futet në inhibitor të receptorëve GABA, gabapentin, pregabalin, dhe në raste të caktuar ka raste kur ata mbesin përjetësisht edhe me flastera, një mënyrë kundër dhimbjes, në atë mënyrë që ta parandalojnë dhimbjen në kuptim të fentanilave. Doktor, para se të nisim bisedën në studio, përmendë edhe sëmundjen Behçet. A na tregon pak më shumë rreth kësaj? Sëmundja Behçet, thënë të drejtën, këta pacient shumicën e rasteve vinë vonë te reumatologu dhe për një kohë të gjatë mbesin në kontakt me stomatologun, mbesin në kontakt me kirurgun oral, me arsyetimin se këta pacient kanë praninë e aftave orale
afta pra janë puçra në gojë, ku këto puçra zakonisht apo afta mund të paraqitet më tepër se 3 herë brenda vitit, zakonisht zgjaten 10 ditë deri në 14 ditë dhe këto kur shërohen nuk lajnë shenje. Në këtë pjesë është kriteri domosdoshëm diagnostike në kuadër të sëmundjes BEGjet. Krahas kësaj këta pacient din të kenë edhe praninë e ulceracioneve gjinitale, rreth organeve gjinitale në formë të ulcerave. Këto zakonisht gjatë 1 deri në 2 javë dhe këto kur shërohen lanë cicatrikse. Manifestime tjera më serioze në kuptim të sëmundjes BEGjet, gjithashtu është prania e manifestimeve në sy në formë të uveitë, inflamacione të dhomave të pasme të syrit, shpeshërdime të preken edhe indin tronor në formë të meningiteve, encefaliteve dhe insulteve cerebrovaskulare. Gjithashtu mund të manifestohet me praninë në trup në formë sigur të pushtrave të rinis apo në region në nëngjojve apo në mbryllave, prania disa eritema, skuqje në formë të nyjeve të dhimbshme në këtë pjesë, jashtëzakonisht lehtë e diagnostikueshme në qoftë se orientohet pacienti në drejtim të reumatologut dhe jashtëzakonisht lehtë dhe mirë e trajtueshme tani, sepse në të kaluar shkalla e invaliditetit si pasojë e kësaj sëmundje ka qenë jashtëzakonisht e madhe në kuptim të verbimeve, në kuptim të inflamacionit të indit tronor. Tani me që ekzistojnë modalitete të ndryshme trajtime dhe shkenca po evoluon, jashtëzakonisht sëmundje e shërueshme tek vendi jon apo në Evropë është më pak e shprehur 20 deri në 40 të sëmur në 100.000 banor, krahasuar në vendin Mik Turqin është 350 deri në 370 deri në 500 të sëmur në 100.000 banor, për shkak të zbulusi është Hulusi BEGjet është turk dhe ndër profesorët më eminent në kuptim të kësaj sëmundje. Doktor, e përmende që afsha kryesisht të një person që ka të tilla, domethënë drejtohet te një stomatolog. A duhet të jetë këto një ndërlidhje edhe një, domethënë që rekomandimi stomatologut të jetë që ta drejtoj pacientën te reumatologu, ose si qytetar i thjesht na kryesisht i shumë shku te stomatologu. Me që sëmundja është e rrallë, nganjëherë edhe stomatologu nuk ka të çastjen e dyshimit që është sëmundje BEGjet, por në qoftë se e fillon një trajtim dhe nuk të kalohet më tepër se 3-4 muaj, atëherë është mirë të referohet te eksperti e përkatër, në atë mënyrë që të diagnostikojmë herët dhe duke diagnostikuar herët ne kemi mundësi të bëjmë një trajtim më të lehtë dhe komplikimet të jenë shumë minimale. Doktore, sindroma thatësisë me çka ka të bëjë? Sindroma thatësisë, që është sindroma Sjögren, bën pjesë në kuadër të sëmundjeve autoinflamatore, ku në kuadër të këtyre sëmundjeve autoinflamatore, sistemi jon imunitar është shumë aktiv, duke sulmuar vetëm qelizat e smuta i dëmton të shëndosha. Te sindroma Sjögren, ankesat klinike janë në mungesë të prodhimit të lehtë, rreth gjëndra ekskretore, kur pacienti ka djegje të syve, krumje syve, skuqje të syve, ndjenjë trupave të huaj në sy, apo si pasojë e mungesës së pështymës, goja thatë, nuk mund të përbijë ushqime të forta në farë mënyrë, shpesh mund të manifestohet edhe me ëndje të gjëndra paratite anës, por gjithashtu mund të atakojë edhe sistemin tret, gjithashtu sistemin ginekologjik. Si diagnostikohet dhe si trajtohet kjo sëmundje? Diagnostikimi i këtyre zakonisht është me pa një kronicitet që problemi është më tepër se 6 javë, më tepër se 3 muaj, dhe më pastaj bëhet testet që testi Shirmerit, matja e sasisë së lotit, apo një test tjetër që manifestohet me matjen e sasisë së pështymit, por janë edhe 2 analiza më specifike që janë në kuptim të diagnostikës së sindromit Sjögren, sepse kjo ndahet primare ku është vetëm sindromi Sjögren shkak, apo mund të jetë sekondare pasojë ndonjë sëmundje, dhe në këtë pjesë zakonisht janë 2 antitrupa anti-ROSSA dhe anti-LASSB që janë specifikisht për sindromin Sjögren. Trajtimi? Trajtimi në këtë pjesë hapi i parë është dhënia e lotit artificial në formë të pikave për sy. Rehidrimi është i domosdoshëm nëse ne kemi me punu në një vend ku ka ndotje të madhe, duhet ikur aty sepse ne jemi të predispozuar të krijojmë infeksione për shkak se lotë e pështyma kanë mekanizma mbrojtës. Gjithashtu në këtë pjesë bëhet edhe stimulim përmes pilokarpina stimulator të sistemit nervor, në atë mënyrë që të ndisim prodhimin e lotit të pështymës, por në këtë rast zakonisht në rastet caktuar futet në drejtim me kortikosteroide dhe barna modifikues sëmundje sintetike, gjysmë sintetike apo biologjike. Doktor, pak dështëm të di më shumë edhe për fenomenin Raynaud, ç'është kjo? Fenomeni Raynaud është një vazospazm, vazokonstriksion, ngushtim i pavullnetshëm i murit të endëve të gjakut, me që rast gishtrind në duart apo këmbët tona prej një gjendje normale kalon një ngjyrë të bardhë, blu dhe të kuqe. Ngjyra e bardhë është iskemia, ka ndodhur ngushtimi. Ngjyra blu është hipoksia, s'ka më
gjakti oksigjenuar. Dhe ngjyra e kuq është riperfuzioni, rikthimi i ushqyeshmërisë në atë pjesë me gjak. Fenomeni renu i atakon gishtat e duarve, këmbëve, i atakon hundën, veshët dhe thithkat. Gjithashtu din të jetë primar, që do të thotë primar është e trajtojnë veç komponentin vaskular dhe shkalla e komplikime është më e vogël dhe është sekondar pasojë smundje, që këtë pjesë duhet të trajtojmë smundjen dhe jo pasojën. Thënë të drejtën ndikon deri në 5% e moshave deri në periudhën adoleshent din të jenë fenomen reno primar dhe me kalimin në fazën adulte atëherë këta persona din të jetojnë një jetë normale, apo din të jetë edhe formë reno primare tek person mbi moshën 65 vjet në 1% e raste. A çka shkakton këtë fenomen në rinod? Kur është primar, shkak i panjohur është ngushtimi i pavullnetshëm, ndryshohet sistemi nervor simpatik, reagon në kuptim sistemi nervor simpatik edhe me ngushtum murë në gjakut, dhe kur është dytësor pasojë artritit reumatoid, pasojë lupus eritematoz sistemik apo shigrenin që ne përmendëm, apo smundje të padiferencuar të përzihet lidhor, atëherë është pasojë e këtij problemit që ka ndodhur. Doktor, po dua të flas edhe për një çështje që kryesisht konsideroj që është problematike, dhimbjet në themra. Pse ndodhen? Personalisht unë kam pas një problem të tillë, mirë po pas shtatzanive, për një periudhë të caktuar. Dhimbjet e themrave që shumica në raste janë në formë të fasciteve plantare, proceset inflamatore ku fasha plantare ngjitet me themrën, dhe këta persona zakonisht manifestohen apo kanë ankesa dhimbje kryesisht në ato hapat e para gjatë ecjes. Me 5-6 hapat e parë, 10 hapat e parë dhe me kalimin e kohës dhimbja lehtësohet. Është problem mjaft sfidues. Në kuptim shumica raste din të jenë traumatike, sepse këpuca jonë me rregull duhet të batet 400 deri 500 km ecje, edhe këtë rregull ne nuk e ndjekim. Shpesh tani edhe ecjet në për rërë një farë janë zvogluar në një farë mënyrë dhe pozicionet e shputave kanë ndryshuar, dhe për këtë arsye këtë pjesë din të jetë traumatike, por gjithashtu tek smundjet inflamatore të shtyllës kurrizore. Ta marrim shembull formën e artriteve reaktive apo artriteve psoriatike, cak i prekës tyre është themra, qoftë në formë të fascitit plantar poshtë apo në formë të tendinitit tetative së akilit, dhe në këtë rast zakonisht hapi i parë është diagnoza me anë të bashkëbisedimit, me anë të presioneve dhe gjyqësimatit ultrasonografike apo radiologjike, dhe më pas taj të zgjedhën modalitetet të trajtimit ku këtë pjesë ipet antiinflamator jo steroid, aplikimi i ortozave sipas përcaktimit podografik, splintet gjatë natës, me që rast duhet me rrit lëvizshmërinë e nyjes tallokore duke zgjatur fashën plantare, dhe terapia më rekomandueshme aplikimi i shockwave terapisë dhe deri në 14 seanca, një deri në 2 herë në javë, me mekanizmin e ndalimit të zhvillimit të problemit duke e goditur problemin. A ndikojnë këto shembull, po supozoj te gratë përdorimi i tokave ose pesha e madhe, a ndikojnë? Din të jenë provokator. Doktor, edhe një çështje tjetër, derisa ta diskutoj sindromën e këmbëve të parahatshme. Sindroma e këmbëve parahatshme, apo ne e quajmë si sindroma e këmbëve irritabile, ku këta persona kryesisht shfaqen ankesa gjatë pasivitetit fizik, në kuptim të dhimbjes së këmbëve, në kuptim të mpimjes, në kuptim të djegjes, nganjëherë ndjenë të nxehtë, nganjëherë ndjenë të ftohtë, nganjëherë edhe sikur milingonat po ecën nëpër këmbët tona. Në fillim të problemit këto nisin gjendje të pasivitetit, por me kalimin apo rritjen e problemit din të jetë në gjendje të aktivitetit fizik. Shkaktarët janë të shumë. Shkaktarët më të mëdhenj dyshues janë probleme me shtyllë kurrizore, më pak problemet vaskulare. Në moshat e reja mungesa e kalciumit, e magnezit, e vitaminës D, tegjnia femërore, mungesa e hekurit, qendra tiroide dhe nganjëherë me shkak të panjohur. Por në diagnostikimin e hershëm, trajtimi apo kompenzimi i këtyre mungesave në mënyrë jashtëzakonisht është efektiv dhe jashtëzakonisht mirë të menaxhueshme. Doktor, me qenë se jemi ka fundi emisionit, po më intereson të di në përgjithësi ose të jetë si një lloj mesazhi, si ndikon aktiviteti fizik dhe një dietë e shëndetshme në menaxhimin e sëmundjeve reumatizmale. Tek sëmundjet reumatike, ushqimi i shëndetshëm është obligativisht i domosdoshëm, sepse kur jemi ka diçka specifikisht që ndihmon? Kur jemi tek ushqimet këtë pjesë, gjithëherë tek fund autoinflamatorë dhe inflamatorë, ushqimet që janë inflamatorë, ushqimet e shpejta, pra ushqimet e skarës,
janë rrepsisht të ndaluara, ushqimet, pijet energjetike, pijet e gazuara, dhe çdo ushqim që ka yndyrna të ngopura dhe sheqerin të rafinuar është rrepsisht i ndaluar, ndërkaq ushqimi që është shumë i rekomandueshëm është pemë perime dhe përdorimi i përmbajtjeve ushqimore që kanë omega-3, në këtë rast është vaj ullirit, peshku, ekspozimi ndaj diellit, vitamina D, kalciumi, është domosdoshëm të mirën përmes përmbajtjeve ushqimore, sepse në këtë rast ne kemi përdor ushqime anti-inflamatore kundër inflamacionit, por në të njëjtin kohë detoksikimi, pra ushqime qendror. Në këtë pjesë për ushqimet më të rekomandueshëm është përdorimi i ushqimeve bioniframyë, vaj ullirit, xhenxhefili, turmeriki jashtëzakonisht janë domosdoshmë këtë pjesë, aplikimi i çajit gjelbër, shpesh edhe çajit zi në kuptim të detoksikimeve tona, në kuptim të mekanizëm antioksidant, por në këtë pjesë patjetër se edhe aktiviteti fizik është i domosdoshëm, sepse nëse ne kemi menuar ta trajtojmë një sëmundje pa aktivitet fizik, në hapën e parë ne kemi dështuar, sepse sa më i fortë të jetë muskuli jon, sa më aktive të jenë tetivat apo nyjet tona, shkalla e zhvillimit të palëvizshmërive të nyjet tona është i domosdoshëm. Unë shpeshherë në praktikën time klinike i them pacientëve sepse lëvizshmërinë e qafës, tupi kafe në mëngjes e çaj mbrëmje mund ta bëjmë, sepse nuk ka shumë lëvizshmëri, apo për kujdesim mjaftueshëm për shëndetin ton, fatkeqësisht jo. Thënë të drejtë, kohën e fundit po nis një farë vetëdijësimi më i madh në kuptim të terapive fizikale, respektive në kuptim fitnesseve, të ndryshme që këtë përmes aktiviteteve fizike ne do ta ruajmë edhe posturën apo qëndrimin e trupit të drejtë, dhe në këtë pjesë do të kem benefitin e të ardhmen. Doktor, qëndrimi në diell a e ndihmon aje për kërcon sëmundjet reumatike? Sëmundjet reumatike, një pjesë e madhe sëmundjet reumatike qëndrimin në diell i lehtëson. Kuptu që nuk rekomandohet ai piko i qëndrimit në diell, por orët e para të mëngjesit dhe të pasdites janë shumë të rekomandueshme, kuptu tek sëmundjet apo tek personat që kanë format e lupusit eritematoz sistemik, një sëmundje shumë serioze, që lëkura e pacientit është më e ndihshme ndaj diellit, dhe këta pacientë për po që lëkurat e tyre kanë më të ndihshme, dinë të shfaqin ajtje të nyjeve, dinë të shfaqin zvogëlim të numrit të eritrociteve, qelizat të kuqe të gjakut, të bardha të gjakut, pllakësat të gjakut, dinë të manifestojnë me prekje të mbështjellësave, në kuptim të grumbullimit të ujit në nivel të moshnisë, në nivel të abdomenit, gjithashtu dinë të prekin edhe veshët, një sëmundje mjaft sfiduese në këtë rast, apo të format e polimiozit, dermatomyoziteve, qëndrimi në diell është i ndaluar, kuptuar që tek personat që janë duke u trajtuar me barna modifikues të sëmundjes, në këtë rast format metotrexat, azathioprin, ciklofosfamid, leflunomide, qëndrimi në diell duhet të jetë i kujdesshëm ose së paku gjatë ekspozimit ndaj diellit të përdorim krema mbrojtës minimum 50 faktorësh, në atë mënyrë që lëkura jonë të ul atë hiper ndjeshmërinë ndaj rrezave të diellit. Doktor, cilat janë këto trajtimet inovative për sëmundjet reumatike? Trajtimet inovative në kohën e fundit tek format e terapie biologjike jashtëzakonisht trajtim inovacioni i madh që ka ndodhur në lëmin e reumatologjisë, po edhe në lëmet të tjera, sepse janë terapi më të reja. Fatmirësisht i mbulojmë Ministria e Shëndetësisë se po të ishin duke të trajtoheshin nga xhepat e pacientëve, thënë të drejtë një pjesë ndoshta 80-90% nuk do të mund të mbulojnë për shkak të kostës së tyre, por kur jemi trajtime të tjera inovative, për shembull janë trajtimet me plazmë në pastër me trombocite, trajtimet me stem cell terapi me transplant të qelizave burimore, dhe krahas këtyre kohën e fundit i kushtohet shumë rolit të mikrobiomës, shëndetit të zorëve, respektivisht trajtimi me formë të prebiotik, probiotik dhe simbiotik. Këto trajtime inovative a bëhen edhe në Kosovë? Një pjesë e madhe trajtime inovative po, një pjesë edhe jo. Një pjesë edhe jo. Doktor, nëse keni diçka për fund për të shtu? Ju faleminderit për ftesën, mendoj se kemi dhënë një sinjal të qartë rreth problemeve reumatike në vija të trasha, rreth triazhimit, respektivisht orientimit ka duhet të shkojnë pacientët dhe orientime se cilat janë modalitetet trajtime, sepse sëmundjet reumatike kanë trajtim dhe mund ta parandalojmë dëmin mos më zhvillu. Faleminderit, doktor. Ju faleminderit për ftesën. Të dashur shikues, ky është podcasti për sot. Ne falenderojmë sponsorin ton Mucha Solar. Mbrëmje të këndshme.
Mucha Solar është pioner në Kosovë në sektorin e energjisë ripërtritshme, duke ofruar sisteme solare, fotovoltaike dhe termike me cilësi të lartë dhe shërbim të profesionalizuar që nga viti 2008, me një ekip të specializuar dhe të certifikuar ndërkombëtarisht. Ne garantojmë instalim dhe kujdes të përkushtuar për çdo projekt, për një planet më të pastër dhe më të qëndrueshëm. Zgjidhni Mucha Solar për çdo nevojë në fushën e energjisë solare. Mucha Solar, aktivisti i ambientit. Le të paguaj dielli për ju.